Mirë, ndërkohë që opozita po denoncon të gjitha aferat që po ndodhin në Shqipëri dhe po bën betejën e saj edhe në parlament, paralelisht po bën dhe këtë betejën tjetër në shesh me këto protestat. Po, ty të kam parë që nuk ke shumë besim të këto protestat, madje deri diku bën edhe pak shaka me faktin që zhvillohen në mbrëmje, në orët e pasdites. Jo, nuk është shaka, unë kam seriozisht atë pjesë, nuk është shaka ajo, kur Se s'ke besim të këto protesta. Kur ti proteston, pra qoftë se do protestojnë ndaj Patrikut, dua që të jetë Patriku, se ty mas dere, ai s'dëgjon. Protesta është kur administrata është në punë, kur kryeministri është në punë. Megjithatë, unë kam pikpamjet dhe rezervat e mia. Do diskutojmë mbi atë që është, pra jo atë që duhet jetë. Se unë nuk kam kryetari opozitës, kështu që juve më keni ndjekur në situata tjera, le të diskutojmë me lejen tënde këtë që është. Një, kur themi opozita, kam përshtypjen ju dhe të gjithë referohen Partisë Demokratike. Ndërkohë që janë disa forca tjera politike aktive. Pra është zoti Lapa që ka mbi 70 ditë në një protestë, që ka zgjedhur të jetë ashtu. Është Agron Sheja që ka zgjedhur të jetë në mbrojtje të drejtësisë. Është Arlind Qori që ka zgjedhur të jetë kundër oligarkisë dhe establishmentit. Unë i referohem shumicës kur them opozita. Dakord. Ju i referoheni Partisë Demokratike, e cila ka nisur këtë betejë për cilën, besoj me pak elegancë, thash, jo hajduti, sistemi. Pra, ne duhet të kthejmë sistemin. Sepse, poqa, brenda këtij sistemi gjen sa dush, do i qetë iku Benameta e uvu Belinda. Ikën Belinda do të vi Tani, Genci, Beni, nuk ka rëndësi. Çështja është, e kthejmë dot sistemin në shina, sepse edhe ndërkombëtarëve zoti Himçi tha që i është thënë një narkoshtet. Pra, beteja duhet të jetë politike për mua. Pra, duhet marri një qasje absolutisht politike për rikthimin e sistemit në shina. Dhe përmenda edhe këto forcat e tjera të opozitës, të cilët kanë zgjedhur për mua jo këtë fokus. Unë, për shumë, po të kisha një formacion politik, sot, Korçën, Kolonjën, Pogradecin, do kisha ngritur në këmbë. Derisa të bësh rruga. Tani, ti thua ti ngresh në këmbë, do të kisha nisur edhe një marshim të tyre për protestën e datës 28. U shqetësuan se opozita, s'po thoshte deputete e opozitës së qarku të Korçës, nuk po dilnin dhe nuk po thonin asnjë fjalë. Për këtë jam shqetësuar dhe unë, sepse nxora 4 deputet të opozitës emrat e atyre, që nuk i pash gjikundi. Pash bile një deputet që s'është fare as i Partisë Demokratike, po është në ato lista, që i turresh e mediave, pse s'merrin me këtë, merren me këtë. Ndërkohë që vetë nuk është se u çuan të merren me këto, pra të organizohen, madje as për të folur. Dhe nuk pash dhe frymën qytetare, se zoti Muga e tha me shumë drejt. Çereku i Shqipërisë, pjesa jug lindore është e bllokuar. Këta njerëz e ndjejnë që janë bllokuar, këta po janë rehat. Po që janë rehat, roftë Edi Rama, vëlla, pse mos dalin protestë, i fikin protestën, populli është i lumtur. Populli nuk mund të ketë vetëm lëvizjen që e thret lideri i opozitës. Duhet të ketë protestë Librasht, duhet të ketë protestë në rrugën e Kombit, duhet të ketë protestë në botë. Po kush të ngrihet mirë? Treqereku i banorëve që jetojnë nëpër ato zona apo nëpër ato qytete, o janë të punësuar në shtet, pjesa administratës, o janë pleq. Tani ka investime kur investon miliona euro. Nuk është, po, lutem. Thotë për mësuesit e Hotolishtit, Quksit, Gjyrës dhe Kakavecit. I është bërë presion që do shkoni patjetër në punë, ecin mbi 3 qerekore në këmbë, dhe pastaj marrin furgonin, dhe bileta furgonit është 4 fishuar. Domethënë nga ajo që paguan. Atëherë, të lutem, më çon ke argumentim. Po, jo, në vazhdim të sajtë të analizat. Më çon perfekt ata ka çuar zoti atë mesazh. Pra, mësuesi, cili nuk ka që bën mësuesit Hotolishtit, as Edi Rama, as Mira Argumbaro, as njëri. E heqin nga puna, Armir, si s'ka. Po se heq mos do se s'ka mësues, nuk shkon nga do i marrin nga Bangladeshi, do i marrin në Hotolisht, nga Kakavec. Po më le ta heqin punë, le ta heqin. Patronazhista ka sa duash. Ky mësuesi nuk del në protestë. Edhe pse ikën këmbë. Por ky mësuesi do të vi në këmbë nga Karkaveci. Në datë 28 thoi hiqni hajduten. Pra, më kupton çfarë jam duke thënë? Jam duke thënë që në qoftë se bëhet opozit
Duheshen Karkavec, se për mësuesi po të kishin mobilizuar prindrit. Të kishin bojkotuar fëmijët mësimin, bashkë me prindrit atje. T'jepnin mesazh se